265 efektiv të policisë së Vlorës do të jenë në gatishmëri të plotë për gjatë të gjithë procesit zgjedhor. Punojësit e policisë së Vlorës, të cilët do të jenë në detyrë ditën e zgjedhjeve, por edhe më pas në procesin e numërimit të votave, kanë marrë instruksionet e fundit për gjatë kësaj të shtune. Në drejtimin e zëvendës drejtorit të policisë së Vlorës, Shpëtim Hasan Aliaj, për të gjithë efektivët e policisë janë caktuar detyrat që ata do të kenë prioritare për mbarvajtjen e këtij procesi zgjedhor. Hasan Aliaj ka ndarë porosit e fundit duke filluar nga mënyra se si efektivët do të marrin në ruajtje qendrat e votimit, por edhe më pas menaxhimin e situatës në KZ-t e qytetit, por gjithashtu edhe me mënyrën se si duhet të veprojnë në mbarvajtjen dhe menaxhimin e gjithë këtij procesi zgjedhor. Në zbatim të detyrave të përcaktuara në urdhrin e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, numër 1557, fraksion 8, datë 6/11/2025, për instruktimin e armatimin e mjeteve dhe pajisjeve që do të përdorin punësit e policisë të ngarkuar me detyra në shërbim të procesit zgjedhor për zgjedhje pjesëpër për kryetar bashkie në disa njësi të qeverisë vendore në datën 9 nëntor 2025, ana e drejtorisë vendore të policisë Vlorë është përgatitur dhe po zbatohet plani i masave numër 2414, datë 21/10/2025 për mbajtjen e këtij procesi zgjedhor deri në përfundimin të numërimit të votimit dhe transportimit të materialeve në drejtim të Tiranës. Detyrat tona prej sot deri në momentin e përfundimit të procesit zgjedhor janë marrja në rujtje ku do të zhvillohen votimet prej orës 15 të ditës së sotme deri në momentin e ardhjes së komisionit për fillimin e votimit nesër. Kontrolli i imtësishëm i objektit ku do të zhvillohet votimi, si dyer, dritare, sende të ndryshme të dyshimta rreth objektit. Qëndrimi në objekt dhe nëse nuk vijnë materiale zgjedhore dhe ndalohet largimi nga objekti për çdo lloj arsye i punonjësit të policisë. Dorëzimi i qendrave të votimit me proces verbal te komisioni që do të paraqitet për fillimin e procesit votimit nesër në orën 06 të mëngjesit ose kur të paraqiten ata. Dhënia e numrit të telefonit tuaj personal dhe të përgjegjësit tuaj të shërbimit kryetarit, të zëvendëskretarit dhe sekretarit të komisionit të qendrës votimit dhe marrja shënim e numrave të telefonave të tyre. Mbajtja nga dëshmëria e telefonit në çdo të papritur që mund të ndodhë dhe evidentimi i telefonatave të gjata për çdo nga ju. Grumullimi në vendin e caktuar në territorin e njësive administrative për të ndjekur procesin e votimit. Ndërhyrja në qendrat e votimit për të rivendosur ordinin dhe sigurinë publike sipas kërkesës së komisioneve përkatëse të shprehura në vendimet për këtë qëllim. Largimi nga qendra e votimit pasi është vendosur ordini dhe siguria publike e shprehur në vendimet për këtë qëllim. Shoqërimi dhe garantimi i mosprekjes së kutive të votimit dhe i materialeve të tjera zgjedhore nga qendra e votimit për në qendrat e numërimit të votimit. Shërbimi në qendra e votimit do të kryhet me uniformë, me dokumente identifikimit dhe me armatimin personal, armë brez. Nën drejtori i policisë së Vlorës, Shpëtim Hasan Aliaj, ka treguar përpara efektive të policisë disa instruksione mbi mënyrën se si ata duhet të veprojnë në raste incidentesh të ndryshme, por gjithashtu edhe ka treguar për ta mënyrën si duhet të sillen, komunikojnë apo ku duhen edhe të paraqiten kur të përfundoj i gjithë ky proces zgjedhor. Drejt për drejt e punës së policisë të planifikuar me shërbim. Nëse komisioni i qendrës së votimit nuk fut materiale në objekt, por i strehon në banesa e vendet e tjera, njoftoni menjëherë përgjegjësin tuaj të grupit dhe qëndroni detyrë për ruajtjen e objektit që keni marrë në ruajtje. Dorëzimi i qendrave të votimit bëhet si rregull nesër në orën 06:00. Komisioni i qendrave të votimit paraqitet një orë para hapjes së votimit, duke përpiluar procedurbalin e dorëzimit për këtë qëllim dhe duke marrë dhe në nënshkrimen. Punonjësi i policisë, pasi të largohen në mëngjes nga qendra e votimit, të vendosen në ambientet e komisariatit të policisë Vlorë, stacionit e policisë Orikum dhe në vendet që do të saktojnë përgjegjësat tuaj të grupeve. Efektivët e policisë do të nisin nga puna herët të mëngjes me marrjen në dorëzim të qendrave të votimit dhe deri në përfundimin e numërimit të votave, ku do të duhet të survejojnë 24 orë, jo vetëm qendrat e votimit në Vlorë, por gjithashtu edhe 4 KZ-t e qytetit.